Hey everybody! Edhe një episod kena ardhë me fika po kafe, bashkë me Muni Metin edhe me Eminen. Dhe kemi arë në fund java dhe gjithmonë si me janis podin, po të pyte që ka kalu java, që ka qenë java, ki pas stres, as ki pas stres. Që shukon java jotës qëtë javë? Java jote sikur java se cilit arsimtar ose profesor në studi për momentin masë që jena ka i përfundojna kurset. E tash krejt studentat i kam pas provimet të fundit sa i përket kurseve kam pas. Ata ma shumë stres se sa na me ta thonë drejtën. Kështu që veç jena mirë me provime, notat i kena përfundu, edhe tash jena në atë fazën që duhet me planifiku për kurset e verës, mandej edhe për kurset e vjeshtës. Se këto në Suedi kena qef me planifiku edhe një vjetë para prakisht. Për para. Me ditë. Qka pëndodha, që pëndodh. Mirë kom kalu, kom pas pun full, të na është tash momentalisht që shpëthush ti, senet janë tu përfëndu, vjera është tu ardhë, kena shumë studenta që po ndreqen për fund vitit gjimnaseve që ka me kry shkolla, po ka shumë myshteri, zakonisht qysh është gjithmonë vera, i ka met edhe një muj shkolla, qështu? Janë nisë tu bo hazër për the new life, the new beginning. Po, se verës komplet ndryshojna, do me thonë nuk kena të njëjtit sikur në për ato tjera të stina, ma verës krejt pamjen e personalitetin ndo këtë vajbin krejt e ndrojna. Exakt, verës krejt Suedia del bëhet lule, ndryshojnë njerës. Fjellën njerës, po, dhe fjellën gjallën pak, se për ndryshe mode depresion. Bash ashtu. Ama jo, nice. Kur gjëheq. Valla, mire ki krejt njerës, 5 deri në 7 muj njerës janë katastrof depression, mande që ta 3-4 mujt verore qelën si drëndafil. Like, Fjellën, po, bohën vetvetja dhe mundohën vitin tani me nëzonë që ata mujt, që jënë këto me të vërtet si pas motit pak ma okej për me egzistu. Po, qështot. Edhe po shihet shumë që njerëz ka nis me pas, edhe të na është shumë early vacation ose late vacation, do me thonë që shpe japim puna që ta 4 ose 5 javë të vacation njerëzve, ama po shihet që edhe njerëz po ka shumë early, edhe ka edhe njerëz që pe marrin shumë vonë. Pushimin, po. Po se preferojnë me lëshu shtetin për kohë pushimit, nuk kanë dëshirë me najt ose me qëndru, me hup kohën Suedi, se edhe verës mundet për shembull, munden mull temperaturat, ka gjasat ndaja për shi, sidomos në korrik, nëse nuk gaboj, qëshori nuk është tepër i nxehtë për me dalë me naj plasht mirë për shembull, që kena një jog Suedis, ka ana, skone, poshtë që është. Kështu që ata që kanë mundësi e lëshojnë shtetin për perioda gjata, jo veç verës, po edhe dimnit sidomos shqyqojnë me shku dikon ma larg e lypin e kërkojnë tjilin. Po, edhe ka edhe suedes që shumë skijojnë për shembull, kanë qef shumë me marë winter vacation. Do me thonë, kur ama edhe aty njajtë. Mirë, në Suedi është mirë se gjithmonë e ki llogari me marë, do me thonë, pushime pagune, edhe njerëz gjithmonë punojnë pak ekstra për me marë, orart ekstra për me marë qëta pushimet ose ditë ma shumë. Do me thonë, lidhja pushimore, aqë me thonë është shumë mirë këtu në Suedi, ma mërmendja mu. Po, në krahase me tjera shtetet, faktikisht i ki dikon 25 deri në 30 ditë pushim me pagesë, ato ti mundesh me marrë kur ta merr mendja aty, nëse të lejon situata në punë, se janë për shembull do kohë do data që s'ki drejt me marrë pushim, si kurone për shembull kur t'ja fillojnë kurset ose kur ti mbarojna kurset, na nuk kena drejt me marrë pushim, masi që duhet me regjistru notat, edhe me nënshkru notat, atë nënshkrim veçun e kom drejt me jep sikur arsimtare. E që ata disa data normal që nuk e preferojnë, ama për ndryshe ki liri maksimale. Nëse ki punën e sigurt, ki mundësi shumë të mira të
për me pas një jetë me kvalitet ma të lartë, se e ki edhe sigurinë të shumë ma të lartë. Po tash mundi me shumë është kam interesant se i kena hi temës edhe po folëm për sigurinë që ta ofron shteti i Suedis, për shembull sa i përket shëndetit, shkollimit, punës, pushimit me pagesë, me rrogë të plotë. A kanë qenë këto tema që i keni diskutu me burrin tonë para se me marrë vendimin, për shembull në cilin shtet keni me vazhdu jo jetën? Na, ka qenë, na kena pas shumë diskutime. Do me thonë, lidhjen tonë është shumë, e kom bo qartë prej fillimi, që shke kena thonë edhe më herët në për epizoda, që komunikacioni është shumë i rëndësishme në lidhje, se jena dy persona me mentalitet ndryshe, edhe për çat arsye është komunikacioni ekstrem e fuqishme në lidhje, se disa sana që po kanë Suedis, që shpo thojsh ti me sigurim, ose shkollë, ose mentalitet, është shumë ma ndryshe në Kosovë. E na i kena pas shumë zor, jo shumë zor, ama adin, burri jam gjithmonë, do me thonë, u ka rritë në Kosovë, unë e kom rritë këtu në Suedi, tash e ka edhe 30 vjetë, për burin tam është ekstrem zor me arë në Suedi, se pike parë nuk e din gjuhën, pike dytë nuk ka rrethi shoqni, do me thonë, kur të vjen këtu, zor ka mu konë me gjetë rrethin e vetë, kisha shku në me njëhen në Kosovë, unë me siguri e kisha pas ekstrem shumë malet, për shkak se gjuhën pedi, rrethin e ki, do me thonë, e ki, ose hallën, dajën, tezën, dhe kon e ki atje, ki edhe shoqe që gjithmonë, do me thonë, pushim të verore e ki kriju aty poshtë. Për mu i shkon malet me shku poshtë, ama kur e kena komuniku diskutimin ma largë, mu m'ka ardhë pak si zorshme, për shkak se në Suedi është jeta shumë i stabilizuar, apo më kupton? Për shembull, shkolla për fëmijë, ose kumbet shtatzane, ose sigurimet, ose gjitha senet standarde që nuk po ka Kosova hala të fort. Për qëtë arsye, i kom thonë edhe burit tam, duhet njeri me dhon një shans para se me më thonë jo. Se shumë ka qenë 50-50 kjo sen, që jo mos marë, po mos marë, ama momentalisht komunikacioni jonë është që ka me dhonë një shans, një vjet e gjys, nëse i pëlqen, qysh ma mërmendja mu, që ka me i pëlqy, atëre Suedia është Suedi, këna me najtë. Nëse jo, e vazhdojna jetën tjetër ndryshë dhe e këshirim, do me thonë, me sy qerta alternativat e tjera. Unë kur si janë konë në Kosovë, për shembull, si ti ki pas mundësit të tua, ki punu në Kosovë, ti e din që është rrethia në Kosovë, mentaliteti me punë, sene, me sigurime, se unë s'të kom hi fell, për që ato nuk di edhe me u qelë në këtë temë, ama lidhja jame me Suedin nuk është që Suedia është wow, adin është shteti e maj mirë në botë, ama sigurimi që ka Suedia nuk ka asë një vend Europian ose Europian, se tash s'po foli Kinë dhe këta USA, ata janë shumë, s'po dalëm, po. Ama në Europe, Suedia ose Skandinavia e ka bazën ekstrem të fort, kur t'vjen për sigurime edhe kur t'vjen për familjarisht ose shkollë, ose healthy issues, you know, për qatë arsye, vazhdimi momentalisht është me provu njëherë Suedin dhe me ngra sa ma fort edhe me këshu qysh topët. Edhe, kur ka fol me shok për shembull që kanë qenë Kosovë që kanë ardhë njajt, kanë thonë për një vjet, jeta atynve ju kanë ndryshu mentalisht, apo kupton? Kur kanë ardhë në Suedi e kanë kuptu pak lidhjen e njerëzore që shpo janë njerëz, edhe kur po vinë madhe i Kosovë, po kuptojnë që natë jashit, për shembull, po lodhemi me njerëz me fol, për shkak se jo që s'janë Kosova ma të larta, ama pe kanë komunikimin e dopt. Edhe kur po folim na me dikon që është në Kosovë, që nuk është qa që e lartë si na, me komunikim, atëherë po vjen kishe po folish me një fëmijë, apo kupton?
pa me përshtursu njerëzoren kosovar, ama veç që do me thonë që na e kena stabilizu jetën me komunikim prej vogjlimit, apo kupton, kur shkojnë shkollë, penisin shumë me komunikim prej fillimit, prej shkollët fillore, e mësojnë fëmijan, edhe ma merr mendja për që ato jena ma i zhvilluar se popullin kosovarë. Jena ma të qartë, po mendon të folum ma drejt. Po. E po tash, varet se edhe këtë aspekt është më rëndësi për shembull me diskutu se kur vjen puna te komunikimi, na komunikojna mas miti në gjuhën suedeze, ajo është fakt. Se gjuhën suedeze kena shumë ma zhvillume se sa gjuhën shqipe. Që na flasëm edhe kuptohemi edhe kreton rregull, ama kur të jenë puna për shembull drejt shkrim, ose kur vjen puna në lexim, ende i kemi do fjalë që ndodh që nuk i kena përdor ose nuk i shqiptojna bash sipas gjuhës letrare. Na gjuhën letrare, gjuhës shqipe nuk e kena aq zhvillume. Edhe këto aspektet e metaforeve dhe foreve që i kam për shembull shqiptarët në Kosovë, na plotësisht nuk i kuptojna se nuk jena rrit me to edhe bashkëforët për shembull ose gjuha ditore që e flasin njerëz për dyqmëri, ajo tash ndryshon edhe me kohë, kështu që do fore që i përdorin rinia sot, prindët tonë ata nuk i din. Normal, po ç'është. Normal që ka sa i përket komunikimit, që ka shumë aspekte që munden me kriju mosmarrveshje ose keq kuptime për shembull. Që njerëzit mundën mi marrë senet ma personale se sa që janë. Ama po mire ki që duhet me mendu do sene ma gjatë, se që shpo të regon edhe te une kom kalu një kohë në Kosovë edhe kom punu, do me thanë kom pas dëshirë vetë me testu që është jeta aty. Edhe për shumë sene për shembull, jo që jam çudit, i kom ditë që shkojnë punt, e di që nuk ka sigurim shëndetësor që ta ofron shteti për shembull, e di që secili nxënës ose që shkollat nuk i kanë krejt mundësit për me ofru secilit fëmijë drejta që i vijnë aty për më zhvillu deri në maksimum, e di që ata që e kanë ekonominë më të fortë kanë përparësi për shembull shumë më të madhe, jo sa i përket edukimit ose shëndetit ose e kanë cilësinë e jetës shumë më të lartë nëse kanë më shumë parë thjesht. E ti nëse kthehesh në Kosovë edhe i keni ekonomi mesatare, sikur pothuajse gati krejt shtresa mesatare në Kosovë, ti atëherë sidomos nëse vjen prej një shteti skandinavis, kime pas shumë më vështirë. Se do sene që sipas teje janë normale, që gjithkush duhet me pas qasjet e ato, ti nuk i qasjet e ato. Veç për shembull ky aspekti që shkon te mjeku, unë e disha që shkojnë procedurat. Nëse më vjen mjeku, unë shkoj te mjeku familjar, në bazë të asaj adresës ku jam unë regjistrume, e caktoj kohën, e takoj mjekun, krejt normal. Në ka raste me shku për shembull te mjeku në Kosovë, edhe atë mjekën që e kom takuar te shtëpia e shëndetit, për teste më të thella ose për këshilla më të mira ose për një kontroll më gjanë, unë ka thonë hajde te klinika jame private. Do me thonë, unë mrena që ati formati që ta ofron shteti ty me taku një mjek për një shumë të vogël, që nuk e dja i kom pagu një euro gjys për me fol me qatë mjeke. Për me jep ajo shërbimin tamam qysh duhet sipas profesionit saj për me bo testet, për mi bo kontrollat, thoj ke jo, këto faktikisht nuk t'i bëj, po t'i duhesh me ardh te klinika jame private, me pagu aty ma shumë për këtë kontroll, tani ty moj me t'i ofru këto të nga shërbime që i e ka i lypti. E tash une kom dëgju për shumë kësi raste, po dyqysh prap me ndojsh atë jo bre se duhet me shku me rregull normal që unë nëse shkoj te mjeku familjar, aty të na duhet më bo, të na duhet më kry. Ama jo edhe më ka ndodhur, kjo në Prishtinë më ka ndodhur faktikisht, jo në Mitrovicë, më ka raste edhe në Mitrovicë me shku te mjeku familjar edhe në Prishtinë, ama ky rast posaçërisht në Prishtinë më ka ndodhur. Ama edhe në Prizren është ekstrem shumë doktoresha ose doktor privat, ma shumë ka privat se domethënë ginekologiste ose
veç Po, doktora po, normala, din ka specialista, shumë specialistat janë mas shumë ti privat. Edhe e di edhe më ka rënë ai rast që shtu me burin kur kojmë shkuadin ma kanë kontrollu shpinën, 20 euro kontrolloni krejt privat, ama edhe ato, do me thonë, sa një interesant është edhe kur po shkosh me u kontrollu, po ta shkrujnë do me thonë një nënshkrim që ta stanin po të vynë në apotek, ma ndaj shkojsh apotek e marrish çka je këtu lyp. Në Suedi nuk funksionon ashtu, për shembull, ti s'mundesh me qu babën ton me marr receptat e tua ose vllavin ton me shku me marr receptat e tua, se ti e ki një number personal, do me thonë numër personale që ta jep shteti tyje, dhe kjo është shumë interesant për mu, se e kena pas që diskutime edhe me burin tam. Pse është Suedia kishe të kontrollu qatë shumë se ti, për shkak se ti ki personal number tuat, po kjo është rasti, se në Suedi nuk mundesh me marr antibiotik qysh dush, nuk mundesh me marr hapa qysh dush. Do me thonë, nuk është një kontrol, po nëse të ndodh në sen shëndetësore, inshallah ku nuk ndodh kërkujna, po do me thonë një rast e fështirëshme, edhe një njeri e thirr ambulancën, ose çfarë do lloj koft mënyrë me të ndihmu tyje, me ta dhon ata numrin ton personale, e ki regjistru në çdo sen, çka je për shembull alergji ose çka ki marr herën e fundit ose çka ki marr, do me thonë senet janë regjistruar për shkak doktorit ose njerin që ka me të ndihmu me ditë historinë tonde, mos me bo ty një sen që trupi ty nuk ka qef ose reagon. Për qatë arsye ki dokumentat, edhe një shurnal, që që thuhet që? Raportet mjekësore, Raport mjekësore. Online, ti do me thonë aty në atë faqe kyqesh vetë, janë aty format të sigurimit për kyqje që identifikohesh që me të vërtet veç une si kur e mine moj mi marrë informatat sa i përket të shëndetit tem ose tjera sene. Edhe aty krejt raportet e krejt mjekve ose çka do që ka të bëj për shembull me kontrolla që i kum pas në herën jetë ose dentistav, çdo sen, çdo sen. Krejt receta që i kam për shembull, krejt naj diagnoz me pas, naj operim me bo, unë kam qasjen krejt ato sene, krejt vlerat e mia, kështu që është edhe për dikon tjetër nashta shohin këto se kur një falloj form kontrole, po këtu me të vërtet nuk është që përdoret në atë mënyrë. Ja, nuk është. Edhe tashti për më kyç në sistem të Suedis të gjithë qysh duhesh me pas numrin personal. Po rruga derisa të merr ti numrin personal, sidomos nëse vjen ti këtu përmes një bashkëjetese ose një martese është goxha gjatë. Çish e kam kuptuar edhe onda po na tregon pak. Tell me about it. Po ecë procedura. Po tregoj që procedura shqyr zotit është të ecë përpara, ama na ka zgat një vjet, nuk jam të rajt. Bile 11 muaj na u ka zgat. Para disa ditëve ka pas burri jam intervistën për me ardhë, shqyr zotit, se s'ma mund menda që ka me marë. Edhe është, se kur e kom një njerës tjera të folë për qëtë rast, kom thënë aji janë të adin qa gjëzor s'mundët mu konë që janë të thotë. Ama sistemi suedis është që ka njësë shumë, jo më u fortësu shteti se gjithmonë nuk i fort, ama nuk janë të dosh me shtin tylifa njerëz në shtet, apo kupton? Se shumë njerëz janë mush, disa njerëz kanë ardhë, janë nda, për shkak se vetëm e kanë lyp letra, do me thonë nuk kanë dhonë qatë e kanë keq përdor, e kanë shfrytzuar sistemin. Po, për shembull, ose kanë keq përdor një femën ose një mashkull që jeton në Suedi, ose me marrëveshje kanë bë këto. Ka dhe persona që me marrëveshje. Ka shumë persona që e bojnë me ka shumë. Paguhen edhe edhe e bojnë, ka ekstrem shumë. Ama do me thonë, une ligjin e suedezit, kur kena nis me bona letrat për burin tam, mas pare kom thonë kuku besa zor, ama tash në fundit, pe kuptoj edhe për çka pse është që ka zor, se ligji s'po don ma shumë njerëz me shtin në shtet që nuk e përballojnë me çu shtetin e atyve për para. Se Suedia është një shtet që gjithmonë po kanë qef njerëz me çu ma lart. Do me thonë, te na nuk mundesh me pa njerëz që lypin para, për shembull si në Kosovë që rrinë jashtë qytetit, rrugës me lypare, se shteti ja mundson çdo sa, veç mos me najti jashtë. Do me thonë pun,
me fshi ose punë me la tesha në spital ose adin lloj far pune që ka se s'po ka qef shteti me lon, po ka qef shteti me lon vendin paq. E për atë arsye, po kuptoj për pse është edhe zor që s'janë të dosh me shtin njerëz, ama apet se apet është një procedur shumë gjatë, do me thonë kanë qef me ditë qysh jeni taku për shembull, familja qysh janë taku, a ka burri ose femna motra, vllazni, non, babë gjallë, krejt numrat personale atynve, krejt puna. Do të thonë krejt këto pyetje ja bojnë burrit ton për shembull, sa i përket familjes tone. Në intervistë Njëherë më pytin mua, unë ja japi versionin tam mas pare, qysh jena takue, sa në vene, ma ndejnë intervist, se dhe unë se kom di që kur më ka tregu, burri jam para disa ditve, u qudita ka shku intervist, para se mi hin intervist, ja kanë marrë telefonin, edhe para mendo tash si me hin ti në dhomë të burgit, që shtu më ka tregu, do me thonë, ki hin ti me një burr aty mrenda, ose gru, po tash i ka qellu këtina një burr, edhe ka qenë, do me thonë, një dhomë 4 ore, në mura ka qenë pas qyra, adin që e she vetën, ama ti nuk mush me pa kush është për mas. Ki pas mikrofona edhe ki pas kamera. Edhe Ilkeri tha, si më konë në dhomë burgit, që ashtu e ka ndi vetën, adin sa keq. Edhe, do me thonë, ambasada, kur do në marrë Suedi për shembull, nëse është ajo lidhja, është ambasada në Shkup, nuk është s'kan në Kosovë. Edhe që ajo është pak, I don't know why, but se ka hala, popullimi se ka pu hala në Prishtinë, për shembull. Edhe ma ndoj tha, Ilkiri të kanë pyet njajtën sen, do me thonë, e familjes ta, familjes atynve, a janë njoftu familja janë familja atina, qysh janë njoftua, e kanë njoft njëni tjetin më herët, sa pare për shembull kom une, a kom banes, qysh shkon gruaja jote në punë, a ka ker, a s'ka ker, sa metër kvadrat e ka banesën, kur e ka ble banesën, a keni shoqni të njajt, që kanë emri shoqnia që e keni njajt, adin tha shumë pyetjesh, zgat mranda 1 orë deri në 2 orë, këtina i ka zgat 1 orë e gjys, mande ja marrin fingerprints, do me thonë gisht, që ka emrin bre shqip? Ja be, fingerprints, like ngjyra gishtit, do me thonë, fotografi portret që ndoshta nëse ta japin letrat, me pas në pasaport mande, ose në visa që ja japin këtina, se Suedi është ti, nëse mush me marrë letrat në qëtë rast, është që ti njëherë marrësh letrat një vjet, mande, mrenda këtë vite, të këshyrën a punon, a pagun taksa, a i bon krejt regullat që shkruan në për qëtë sistem. A mirë është me kriminalitet. Po, mande apet kimi hinë procedurët një. A dënojnë. Po, po du që si stanë të këshyren. Po, si cilën sen, sinqerisht po. Pa e gare, po. Çdo stan të këshyren, çdo stan. Edhe mande, ku të ka shku një vjet, apet hinë me kërku letrat apet, e mande e marish për 2 vjet, mande mas 2 vjetë apet, do me thonë ka me të zgatë procedura 5 deri në 6 vjetë, deri sa i merë ti letrat kryesore që je suedeze. Po, deri sa të merë në shtetësinë suedeze, se ti faktikisht për çdo vite ti e ki në shtetësinë me kusht kohor. Për një vit numëror si kur suedez. Tani, okej, të shqyqojnë aty sillësh, a i përmbush disa kushte, a je me të vërtet bashkë me qatë person që po thu që je bashkë me qatë person, se ka dhe persona që nëse ndahen me rana të saj periodit, tani i kthejnë. Po, e kthejnë, zvon më kanë. Për shkak të grus, ose për shkak të burrit, ti tash nëse ndahesh, s'kiti person që të lidh ty për Suedi, tani normal që të kthejnë, ose normal që zgjat procedura ka gjatë, se hajtë thu ju ndani mas 2 viteve. Okej, fajn, njëherë e ka pas në shqetësim për 1 vit, tani e ka dhe për 2 vite. Ju po ndani mas 2 viteve, ati në tani vit që edhe 1 vit i jetë që ka drejt me najtë në Suedi, për ndrysha i duhet, tani mas qatër vitit 3 me lëshu shtetin. Po qështu mire ke. Vare tash, normal, qysh të vjen. Ama po është procedurë gjatë, ama deri dikon edhe kuptohet, sidomos ka aspekti intervistës, se fatkeqësisht ka edhe shumë tjera, nuk ka për shembull veç shqiptar të Kosovës ose të Shqipërisë që vinë në Suedi, ajo logjikshme, do me thonë vinë njerëzit prej
tulifar kulture, prej tulifar kontinenti, që kanë tradita që nashta edhe na nuk i kena, ose që i kena pas ma përpara, po që nuk i majna ma. Për shembull, që i martojnë qikat ose djemt me zarë, që ja u zgjedhin partnerin printe vet, ose që i marrin me vete dhe i çojnë në shtetin ku kanë lindë dhe martojnë me dikon që ajo ose ai kur nuk e ka pa ma përpara. Adin ka shumë sisane që ndodhin kundër dëshirës të individit, edhe tani mandej janë shumë ma rigoroz me pyetje se mundohen me mbrojtë qita persona, për mos mu keq përdorë për shembull një vajzë e re ose një djalë i ri, vica për mja bo qefin familjes. Po, qashtu. Normal që kam probleme, tash kjo nuk është fenomen që për shembull ndodh te gjithkush. Te nana shta paras disa 50-60-100 viteve kanë feju dikon hala kur kanë djep për shembull, qysh e kena këtë shpreje. Po. Tash nuk ndodh, kështu që për çata janë procedurat gjata. Ma gjata. Edhe ti duhesh me plotësu disa kushte për me mujtë me marrë një person këtu, se ti faktikisht ti duhesh me garantu që ai person ka ku jeton, që keni hapësirë të mjaftueshme, që është vend banime i kvalitetit më të lartë, domethënë ti edhe banesën ose shtëpinë duhesh me pas kogja në rregull, e jo me marrë dikon për me jetu në kushte më të këqija. Ti duhesh me pas punën stabile, duhesh me pas pagën tane kogja të lartë, edhe më duket është një shumë minimale që duhet ty me të met, mase që ti pagun krejt këto shpenzimet mujore, sikur për shembull na i qira, nëse ki qira, ose kredia banesës, ose shtëpisë. Po, si cilin detaj për më siguru që me të vërtet jeni në lidhje, që me të vërtet jeni një çift, që me të vërtet pe bëni me vetë dëshirë të dytë, që ai personi që po vjen është person me kvalitet, do me thonë që nuk ka shku në ka rrugëve të këqi, asë në Kosovë, edhe që ti je zoja me majtë atë person, se tani kur të merti atë person, këto shtesat sociale që për shembull i ka shteti i Saudis që ja ofron dikujna që ka lindë që u rrit këto, nuk ja ofron atij personit. Do me thonë shteti thot ashiqaron e ty nuk të maj, për që ata duhet me ta kontrollun e ty partnerin, me di që partnerja jote ose partneri jot është i zoti ose zoja ty me të majt, financiarisht, derisa të stabilizohesh ti dhe derisa të hen ti në punë. Po, fiks që ashtu është. Ekstrem, do me thonë dojnë me siguru e njërin që e shtin shtet, që është shumë e thjesht. Nuk dojnë me shtin dikon që ja dopson shtetin e vetë. Jo, po dojnë me pas pak ma shumë kujdesa i përket emigrimit. Po edhe në Saudi nuk i kam pas edhe shumë politike në integrimit aq të forte dhe aq të mirë. Janë ka kritikuar tash edhe nëpër media internacionale dhe kuptohet plotësisht se edhe pa mas i kanë hap kufit një kohë, pa mendu për shembull, që shkena mi pritna gjithë këta persona që po na vinë. Tani nuk është e drejtë edhe për ata persona për shembull që kanë ikë prej luftës ose prej Sirisë për shembull që kena pas shumë refugjat që kanë ardhur, shteti krejt i ka pranua, ama nuk ka pas kapacitet edhe inteligjencë për me integru tamam që duhet. Tash edhe ata persona që janë ardhur nuk e kanë lehtë, as shteti tash nuk e ka lehtë mu ballafaqu me ta, kështu që është një farë krize për momentin. Edhe që ata mandej edhe qeveria është ka i ndryshon rregullat kogja shpesh po mdokët kohëve të fundit, se nëse nuk gaboj, mdokët që tash edhe prej janarit, ata që aplikojnë për bashkim familjar prej janarit edhe përpara, atëherë ai personi që nuk është shteta suedez, duhet edhe një pjesë gjuhës së mdokët me kry, si kur në Gjermani që kanë disa kushte para se që të vjen këtu, do me thonë edhe gjuhën me mësu paraprakisht, se para mendo, halana kena për shembull persona që janë gjenerat e mamit e babit tem, që kanë këtu që 35 vite që asnjë fjalë suedish nuk ta din. Edhe kur nuk janë integruar dhe gjithë kanë me atë mendimin hajt se mu shteti u man hajt. Po që të sen, për që ato që të sen. Pa jo nuk në rregull. Nuk është në rregull. Për që atë arsye po thonë,
që edhe kur po mendon ku be shumë zor pse çështu janë të bo, ama kur pe qita atë aspektin që shpo tregon ti, pe kuptoj pse është zor, se ti nëse ke ardhur këtu para 35-40 vjet edhe s'ki dosh mu intergu në qytet Suedis, për çka jenë Suedi? Atare shko në Kosovë ose ku do koft je, rriqat je. Se ti kur gjus jetu dhonë Suedi e Suedia, kur gjo iq, do më thonë për shka ka me maj ty shteti, plus do më thonë krejt qëta takset që jena të paguna që po punojmë për shambull, takset po shkojnë të njerëz që po rrinë shpi. Do më thonë, na po na del shpirti neve për persona që nuk po kanë qef mu interregu në qytet Suedis. Edhe që to ka njerë po hin po nervozona që tash po qelti po nxena pak në këtë temë se adin printe tona, si printe tu, si printe mi, 40 vjet janë kon këtu edhe çdo send kanë bo mundësit për me pas fëmijët e atynve një jetë fenomenal. Do me thonë, na kur kena ardhë, tash unë nuk muj me thonë që s'ma ka dhënë baba ose nana jam mjallë të ingoja, po kupton se unë kom ardhë si më kon një lule në baqë me plot lule, se qaq mirë është Suedia për mu, ama njeri që ka ardhë këtu para 45 vjetë edhe nuk e ka mësu vetën mu interregu në qytet suedeze, atare ku për mendon ti që fëmia jote ka me pa atë, që me thonë, benefitin. Eksakt. Shumë po më nervozona këtu, se ka plot raste që tu se na që për një me jena të dash me punu edhe po do me u zhvillu si persona, si njerëzor edhe po do na me dhonë njerëzve një good vibe që Suedia është nice, po ka edhe njerëz që po shtërson Suedin për shkak se s'janë të bosan. Po, normal tani që aty nuk i pëlqen Suedia, se ata nuk është që i shohin benefitet, nuk është që vetë kanë marrë pjesë në shoqëri, nuk është që vetë kontribojnë me diçka ose që punojnë për shembull, ose shumica ato njonjeve nuk na pranojnë veçenat jashtit. E di që diskriminimi ekziston gjithka, ama diskriminimi në Suedi prej suedezve është më i madh sa i përket personave që janë ardhur prej jashtë Evropës. Do të thonë nëse e kiteni ose lkurën më të mbyllët, atëherë po normal që ka më shumë diskriminim. Nëse shiqare e keni emën që thjesht tregon që cilës fe i përket, nëse i përket fesë muslimane, janë gjasat më të larta që ka me pas diskriminim. Për shembull kur të aplikon ti për punë, edhe e ki emrin Muhammed, atëherë dikush tjetër që e ka emrin Andreas, që nashta nuk është aq i zoti sikur Muhammed, ata marrin punë, suedezin, e jo ata që është i jashtë. Ama nuk muj për shembull unë me thonë që unë personalisht e kom përjetu ose kom eksperienca të njëjta. As unë Unë jo, ama e di raste që me të vërtet ka ose femnat për shembull që janë të mbulume, që e përdorin hijabin, edhe ato për shembull diskriminohen më shumë në fushë të punës. Kështu që ata persona e di që kanë më shumë vështirësi, normal. Ama ti po vjen prej Evropës, nuk e di, normal që ka dallime kulturore, po ama nuk janë edhe qaq të mëdha, sikur do tjera persona që ballafaqohen me këto ndryshimet shumë të mëdha. Ti prap nëse kanë shku qaq shumë vite edhe nuk e buti diçka për veti, atëherë ti as fëmijët e tu për shembull nuk i ke frymzu, nuk ja ke japat mundësinë e plot. Eksakt. Ose tani për shembull kur shkon në Kosovë, fol keq për Suedin, jo ai shtet nuk vjen, janë ato, janë këto, edhe jep informata që faktikisht nuk janë sakt. Nuk janë sakta, jo. As janë. Po edhe kontra mandej, se edhe për Kosovë shumë më intereson kjo punë, se me të vërtet shumica thojnë ti në Kosovë e ki jetën tepër të mirë, nëse e ki ekonominë top, do me thonë nëse i përket shtresës më të lartë. Edhe po, ajo kuptohet. Po, çka unë brengos më pak me Kosovën, është me të vërtet puna e edukimit edhe puna e mjekimit. Se ti për shembull me pas ndaj smundje diçka pak më të rëndë, ose ndaj diagnozë diçka pak më të rrallë, nuk është që shteti i Kosovës i ka mundësit ose ata specialista që munden më merr me ty. Ti prap duhesh me dalë jashtë shtetit.
Po. Tash Kosova i ka shteti Kosovës i ka kontratat me Turqi ose me Shqipëri. Do me thonë të nëse të vjen ty ndaj transplant ose diçka, ti mundesh ose me shku në Turqi ose me shku në Shqipëri për mjekim, edhe buxheti maksimal që mund e ty shteti me ta jap është 20.000 euro. Edhe ti kur të del jashtë shtetit për mjekim, ti duhesh vetë me kompenzu, do me thonë, nëse tretmanit kushton ty 40.000 euro, ty shteti veç 20.000 të jep, ti ato tjera duhesh vetë mi gjetë diqysh. Po veç ai aspekt që ti për shembull nëse të ndodhë ty diçka, edhe ti duhesh me lëshu shtetin, e ki stresin e sëmundjes, e ki stresin e ekonomisë, e ki stresin e që je vetë për shembull me një shtet huj ku nuk e din gjuhën, ti ku më ditë sa shumë pare me pas, ti prap ki me pas atë stres, bile aspekti i pareve të largohet, po ti për një mjekim ti duhesh me lëshu shtetin edhe me shku dikon larg antarëve të familjes tu për me marrë një tretman që nuk mundet për shembull Kosova të me ta ofru. Edhe jo nashta që nuk janë mjek të sot, po nuk si kanë pajisjet, nuk e kanë si kanë resurset, krejt ato farë mjetet që i vynë për shembull për me bo ato trajnime që i vynë mjekëve, është punojnë në kushte shumë të vështira. Kështu që kur të mendoj atë aspekt, bona ma e ftoftë sa i përket jetës në Kosovë, edhe sa i përket edukimit, sidomos nivelit edukimit është normal që është temë e madhe edhe në Kosovë, ama kur të krahasohet me standarde internacional, Kosova nuk ka rezultate të mira në krahasim me tjera shtete. Po. Se për çat arsye është edhe në Suedi se kanë se të ndërpreva fjalën, po taksat në Suedi, tatimet që janë ato pagu janë 33%. Do më thonë, shumë 33% nuk është pak, është shumë. Do më thonë, nga rroga jote për marrin 33%. Ama, që thaje ti, këta 33% shkon për shëndetësore, shkon për edukim, shkon për fëmijë që thaje ti që kanë disabilities, që kanë nevojë për ndihmë. Nevojat veçanta që kanë, po. Po, ose për shembull nëse të kanë ndodhur najsa një rast që dush një zemër të re ose shka do koftë mjekësi, atare nuk ki nevojë me pagu kur gjo hiq. Do me thonë po se janë dosane normal që ndodhin që janë jashtë kontrollës tonë, ti për shembull me pas të naj smundje kronike që nuk ta mundson ty punën, ty shteti prap mundet me të zavendësu, ti nuk jetë krejt pa të ardhuna, ato të ardhunat normal që nuk janë aq të nalta që shi ke pas kur ke punu, ama ti rrugës nuk jetë. Nuk është që një fatkeqësi si kur një smundje, ti shkakton edhe tjera fatkeqësi në jetë. Nuk është që ti duhet me shpall konkurs personal aty, veç për me mbijetu, a mbijeton, a nuk mbijeton. E këto janë do sene që me të vërtet duhet mi mendu mirë dhe gjatë. Edhe sa i përket shkollimit, mdokët edhe pak e pa drejt për shembull që ata që e kanë ekonomin ma të fort, ma stabile, kanë mundësi me përzgjedh shkolla që i kanë kushtet ma të mira dhe që e përdorin një kurikull për shembull të Amerikës, Britanisë Madhe ose të Finlandës për fëmijët e vet, që ja mundson fëmijëve mandej në të ardhmen me konkuru për me shku në universitet jashtë Kosovës. Kështu që ndodh që persona për shembull ose fëmija që nuk i kanë prind që e kanë ekonominë qaq të fortë, ata duhet me shku në shkollë të shtetit, se ajo është falë, po një fëmijë për shembull super inteligjent, nashta nuk i ka kushtet e njëjta si kur një tjetër fëmijë që nashta nuk e zdi, nashta ke që më shprej, po që nashta nuk e meriton gjithat, ose që nuk është adekuat për një drejtim, ose që për shembull ja falin notat, ose që nuk i di, nuk është që se cili fëmijë i ka mundësit e barabarta për me bo diqka me jetën vetë në Kosovë. Edhe qaj disproporcion shumë më pengon. Se ti nuk është që veç duesh për shembull me mendu, ku po banojnë ana, a kena mundësina me ble shtëpi ose banesë në Kosovë. Se tash nëse i shiqon ti çmimet, thuaj se janë të njëjta si kur këtu në Suedi. Janë. Une me paret e njëjta që muj me ble një banesë në Prishtinë, une me paret e njëjta ble një shtëpi në Suedi.
Kështu që jeta po bëhet shumë ashtrejt, nuk është që pagat janë ka rritën njëjtë që janë ka rritën çmimet për ekzistencë në Kosovë. Jo, po ç'është bëj. Edhe shumë të tjera aspekte që me të vërtet, sidomos na që jena mësuar në një falloj sigurie, ku shkojnë aty dhe ballafaqohen me disa pike dhe me disa sene, atëherë me të vërtet duhesh munale dhe me mendu, unë e këtë vendim kur të marrë, nuk e marrë në veç për veti, veç që po kam qefën për shembull me dalë me pi kafe dikon për çdo ditë, ose veç që është atmosfera në Kosovë më e mirë. Ti çka po sakrifikon për çat atmosferë të mirë? Po. Ç'është të Edukimi i fëmijëve tu, shëndeti i prindve tu për shembull. Stabiliteti, ma pak stres, ma pak shumë të tjera sene duhet mi marrë parasysh. Kështu që nashte ja vlen me najt këtu edhe ata muj që janë pak ma depresiv, edhe me bona i pushim dimrit, me dika, edhe nashte ja vlen që ky proces që për përmenti që mundet me shku deri në vjetë, edhe nashte ja vlen për shembull me mësu një gjuhë të re edhe më integru, për të mirën tane, për të mirën e fëmijëve që inshallah e kemi pas, edhe për të mirën edhe prindve tuaj ose të grus për shembull, si ti ke mundësi edhe ata tani këtu mi pru. Po. Kur ti mendojsh ato sene, unë personalisht kur ti mendoj ato sene që e kom provu jetën edhe në Kosovë dhe në Suedi, atëherë e kisha zgjedh sigurinë para atmosferës ose vibe-it mirë që e ka Kosova. Jo, se zakonisht duken më të rëndësishme. Po. Për mu personalisht. Se çish po tash nuk do të thonë që për shembull nuk që është keq me provu. Se edhe nëse vjen puna juve për shembull me provu jetën në Kosovë, atëherë po normal që mundesh me provu. Normal që është edhe të bëhet edhe më mirë, kur si dihet. Po, kur nuk din. Edhe njëri është një jetë e ke, domethënë unë gjithmonë them, jeton veç një herë, çka do kohë që të vjen përpara provo, duhesh me provu për me po explode yourself. Domethënë, nëse nuk hin me këshyr çka po ki qef ti ose ças po ki qef, qysh ki me ditë, qysh po thosh ti, a pe zgjat sigurimin, a pe zgjat knaqësinë. Pa me ditë ata lloja duhesh me provu mas pari për me ditë. Ama qysh je të thonë ti, Kosova është gjithmonë janë njerëz nxehta, domethënë si e kur vet, gjithmonë ki njerëz rrethin tonde, dalin gjithmonë knaqen, pin kafe, ndoshta se kanë stresin e njajt që she kena për shembull në Suedi, ama më mendja që stresin e aty në vështë që kena fol më herët, në për dukje, në për sa pare ki, sa kajt je, kajt je, ata e kanë stresin e ndryshe, nëse kena qatë stres për shembull, edhe që shpo thuj që sigurimet e tona janë shumë ekstremat në alta se në Kosovë, ma mendja që bëhet edhe ma minë Kosovë, ka nis kadal me hyp shkallëve të naltë, ama për të ardhmen, që shpo thuj shti ma mendja është gjithmonë it's good to try something new. Nëse nuk të pëlqen, Kosova gjithmonë ka më konë Kosovë, Suedia gjithmonë ka më konë Suedi, do me thonë vendi nuk del kërka ose nuk shkon kërkund. Për që të arsye që ma mendja që I hope që procedura ja vlen, dhe po i thom krejt njerëzit në Kosovë, provoni, mos rrini me një vend, se po keni nevojë edhe me pa një mentalitet ndryshe, ma mendja që njeri zhvillohet edhe bëhet shumë një personi re kur e she pak mentalitetin e ndryshe që ka Evropa ose Skandinavia. Po, kur takon ma shumë persona prej tjera shteteve, ja kupton mentalitetin edhe kulturën e të normal, po tash fatmirësisht edhe me liberalizimin e vizave kanë mundësi. Edhe ma përpara me të vërtet nuk kanë pas mundësi se ka qenë procedurat i për gjatë, vitë si kur turist me shku dikon në duft 100 punë për shembull me pas të kryme. Edhe normal që tani edhe pa kushte, normal që nuk e kam pas ato mundësi, po tash me të vërtet janë hap dyrt në forma tjera që ja mundsojnë edhe udhëtimet, po prapë udhëtimi është luks. Normal që është luks, udhëtimi është luks, nuk është që një person me një rrugë mesatare, nashta ka mundësi me shku me një vend një kohë ma gjatë, duhet me rujt kohë gjatë. Edhe tani për çka mi fillu me rujti për banim,
për darsëm që gjujnë anë pare për shembull pa lidhje në përdarsma me mija euro që kurse kuptu këtë fenomen me të thënë drejtën. Edhe sa mirë bojsh, a pit të folin, krejt në darsëm, krejt. Një metën e shumë e knaqë në kom qenë mas darsme stane. Ale, ajo mirë, qajo mirë. Jem knaqë, kom hangër mirë. Qajo mirë, pra. Po ta thëmë, Po du me thonë, edhe, sa problemi o që gjithmonë pe bo një darsën për me knaqë tjetër konë, a peta ata tjetër konë po folë për ty, e. Po ti përsi e që kur t'jetojsh është problem t'i duesh me jetu për veti. Eksakt. Edhe për veti jetojnë sueti. Nuk jetojnë Po individualizmi është ma sinqender, këto ama nuk bën edhe mi ati pru që ja kanë të pru në Skandinavi, me të vërtet edhe që folëm për stres për shembull, stresi, depresioni, krejt këto angthi, krejt këto tjera të sene janë shumë atë nalta në Suedi sa në për tjera në botës. Nalta janë edhe në Kosovë, pa arsyet janë ndryshe. Se angthi, depresioni është thjesht një simptom e diçka fit ndaj probleme diçka më të madh. Në Suedi njerëzit binë depresion ose kanë ankth për shkak të vetmis. Për shkak ndërsa në Kosovë është stresi diçka fi tjetër, do me thonë që ja dalëm na deri në fund të mujit, a kena pare mjaftueshëm për ushqim, për me pagu qira, për mi bo kusene, është shumë vështirë për shembull me arrit diçka në Kosovë, se sa në Suedi. Kështu që kjo ndjesia Ka për shembull shumë persona që janë të rinj që jesin krejt pa shpresë sa i përket të ardhmës, edhe që ajo tani shkakton për shembull depresionin e ankthin e mos të flasëm për traumat e luftës që veç e ke përjetu një lufti, normal që të kanë met këto fare, dhe ti nëse prindi jo që ka përjetu luftën të ka rritë tani ato traumat mbar e vazhdojnë edhe të fëmija. Kështu që po, dy shtetet kanë probleme sa i përket shëndetit. Normal. Ama arsyet janë të ndryshe. Qashtu të është. Edhe tash nuk do me thonë që për shembull gjithkush ka super stres nëse jeton në Suedi, se krejtën varet edhe me çfarë pune merresh, varet edhe çfarë personi je, varet çfarë ambicie ki. Se ti nëse ki punën e sigurt, nëse ki punën të shtetit që thojnë në Kosovë këtu në Suedi ti qëllje. Unë sinqerisht tani nuk e kuptoj ka po të vjen ty gjithaj stres. Po. Ti të në mundësi të ki për shembull me bleni banesë ose shtëpi për vete, me marrë kerrin, a din mi plotsu vetit të natë kushtet. Kështu që nuk është që kanë stres shumë të madh, ama dyqysh ma mërmenja që kanë qef me rritë sa në të paka, përdin? Po, normal. Më po pak se më të më të qashtu të është. Po. Varet edhe me qëfar punë e merresh. Varet edhe që shjepa vetit punë, normal. Normal. Ama që shpëthushim duke që zakonisht është çdo punë ka do me thonë sigurimin e vetë dhe kur dush me marrë lejim për me shku najkun ose pushim sana vene, është Suedia për qatë pjesë është shumë mirë. Nuk i fjalë për me thonë jo, për shembull me nëse dush nesër ose smu është nesër, do me thonë s'ki nevoj me shku në punë e marrish pagesën nëse je smut, ka shumë për sigurim nuk krahasohet me ty asnjë shtet që ma merr mendja mu. Me sigurime është Suedia top. Po. E tash para mendu Norvegjia i ka punët edhe ma mirë. Finlanda i ka punët veç edhe ma mirë. Po, Suedia është trashe. Alo s'kena hyp nalt. Alo i ka fali disa sene që duhet me përmirësu Suedia sa përket kujshive që i ka. Ama jo, normal që këta qifte që janë, ku njëna palë jeton jashtë dhe tjetri palë jeton për shembull mbrana Kosovës, këto normal janë diskutime që duhet mi pas. Edhe për shembull nëse vjen puna dikush martet në Suedi edhe ti duhesh me qenë e gatshme me ditë që ai person që duhesh me ofru ma shumë për kraje, ma shumë me suportu. Se me të vërtet polen familje, shoqëri, punë është stabile, krejt jetën për ty. Po edhe kontra, do me thonë, nëse ty të kishra me shku në Kosovë, ma dhe ai personi në Kosovë dhe ai duhet me qenë kogja i pregadit
me suportu ty me dalë për krah derisa të merr ti veten, derisa të integrohesh edhe ti, se që e din gjuhën, s'do me thonë që ti automatikisht ato integrohesh, se edhe ti vajtikisht për familje, shoqëri, derisa të him punë tamam, derisa të bën një jetë për veti, ki me qenë ma e varën ose ma i varën prej partnerit. Për partnerit, ç'është do të me pas mirë kuptim ma mërmenja. Nëse edhe mua mërmenja, me ty jam këtu. Edhe mos më dërzu shumë shpejt, me di që, okej, nëse unë shkoj në Kosovë, e di që nuk me mujtë për shembull unë me pas punët, që që kam në Suedi me njëherë ose shumë shpejt, duhet me pas durim. Normal, duhet me pas durim. Që vjen në Suedi, duhet sinqerisht me jep një shansë, edhe duhet me jep vetës kohë. Se te ke fundit Kosova gjithë aty është. Qysh po thuti nëse juve nuk ju pëlqen jeta në Suedi, atëherë mundi me diskutu dhe me provu me shku në Kosovë. Pse jo? Po, normal. Shumë e saktie, edhe me ty jam në gjitha aspekte këtu, do me thonë, me najtë bashkë partnerit tonë, me jap majtë shpinën në altë, mos më dorëzu, me suportu 100%, është zorë, ama çdo kush e ka përballu ma mërmendja, edhe kjo e përballon, edhe në fakt, inshallah çdo kush e përballon, nëse ka qësi raste, është zorë, veç duhet me majtë në besën e vetë në altë, mos më dorëzu. Po, se edhe kjo shumë më duket interesant, se një me kur t'nalë me mendu, më duket që femnat janë ma të hapne për me bu një ndryshim që ashtu të madhë kur të martohen, se prej që janë rritë, gjithi kanë dëgju këtu fjallë që tash do me thonë që unë ti kena ndëgju, ama shoqëria shqiptare qysh funksionan, kjo nuk është shtëpia jote, ti ke me shku ndër t'huj, ti ke mu bo robi dikujna tjetër, edhe që kjo fjalla robë mu në kallë krejt, në hanë për zgjalli, se ajo është diskriminim tamam në robë i shpis, robë. Okej, asë njerës jam në robë jam, e gbe po kështu që femnat më duke njën ma të hapuna për psiqikisht janë edhe ma gati për me marrë hapat saktum. Se di që shumica vajzave në Kosovë për shembull e kanë këtë mentalitetin e din që jonë nuk më najtë në shtëpitë e baba non-stop, po ne do të më shku në shtëpitë e burri, po dhe veç edhe mënyra që shprehen jo në shtëpitë e baba pas jetin në shtëpitane, ose në shtëpitë e burri, nuk jetin në shtëpitane as aty, apo ku ki shpinë të o qyqe. Dyqysh mjerim bre, shumë katastrofë që ti s'përket kërkon. Ti dush me kanë falemderu se që më është me nejtë shpia një burri, qoftë së është babë, vëlla, gjësh, migjë, burë, vjerë. Po, që kjo është, problemi është këtu edhe që nëse nuk ndryshohet kjo mentaliteti mrenda shtëpis, gjithmonë ka me vazhdu qështu, apo kupton? Se femna, që shpëthush ti edhe mu ma mërmendja, femna mentalitetin ose mentally është ma fort se një djalë ose një mashkull, për shkak se që shpëthush ti aspektet e jetesës prej zvoglimit e njën këta fjallët, do me thonë, përforcon veten prej zvoglimit, edhe a është mirë, të një aspekt është mirë, ama edhe keq është që shpëthush që se kur nuk ndije që i përket as aty as këtu. Si pa shpi, si pa bazë, si kur pa nuk e di. Edhe me siguri edhe për që ata tani është edhe ma vështirë për djemët për shembull me ndru vend, se si pas aty në vata jonë mësu me atë aspektin që në familjen gjithë ku me pas ofër. Une s'kom nevoj me sakrifiku shumë për shembull kur të martohem me dikon. Sakrifikimin ma të madh që e bojnë është nashta që nuk dalin në përnaja natën, ose që janë shkallojnë tjerat opcione, tjerat femna, edhe ata marrë si kur njerën. Oh no, qa po bojnë për tu, adenti qa po bojnë për tu, qa po bojnë ti për mu? Qa po bojnë ti për mu? Hajtë të rego. Oh my god. Kërmana me menu dëdësene me të vërtit vëq bona ma nervoz. Ma mirë speqeli. Du me thonë është edhe për me marrë hapin për djemë për me dalë jashtë, është hap shumë ma i malë. Se si janë të pregadit psiqikisht ata me nejtë për shembull shumë largë familje. Po, a keni ti për shembull na i vajzë të thonë, jone nuk moj munda prej prindve se vdes mas të neve. Kërkush. E sa djemë të për shembull e thonë... Krejt. Kitë sen. 95%.
Ti si e man Pelena. Ja. Ti qysh, të tru me vre. Po jo, po të kuptoj. Nuk është kur e keqe me dasht me nejt afër prindve, ama me pas prej qashtu kurizin. sikur thuti që haloj kiti 5 vjet, nuk është të shëndosh ajo. Ja. Jo, me ty jam këtu bra. Për që po thomë, femnat e kanë mentalitetin është ma e fort me psikigjisht. Jo, Psikisht? po, psikisht. E kanë psikisht, se femnat janë ma të forta aty, se dita fjallën. Ma me mendja që shpëthush ti djem duhet pak me prejat kurizin e në bark prej nonas babës, edhe më bo pak i fort që gjatë po kanë qef më duk të fort, më bo edhe pak, se dukja është ndryshe, edhe më bo është ndryshe. Edhe Që ata kështë. mundet edhe adaptime me qenë ma i vështirë për djemë, se nuk i kanë mësu print. Jo, qashtu të është. Qashtu shoqëria, fatkeqësisht. Po. Ma mërmendja, gjithë kanë pak vështirësi me këtë aspektin që jo, që shone me shku te gruja. A unë nusi jam una? Shtu përta, kur e kom një njerë qëto, a unë nusi jam, s'ka lidhje mëra, ti a unë jam nusi, ti bushkojsh të partnere jod, qka ka lidhje ti a je nusi, si nusi, what the fuck? Dashni, aso, dashni, Jo, dhe ku që shënë jeti? është punë që tash ty edhe po sillen ma shumë si kur femna djemë tonë, se sa dyqysh veç ka ardhë puna apedin, mi abo pyetjen, okej, a ki që izin gati? A ki garderobe gati? Oh my Nuk god. e di që atam, nuk e di që atam. Zdi asune. Po unë ma shumë- mërmendja që ata vetëm adin kanë mendu që gjithmonë ka më konë sani letë, se gjithmonë e kanë pas të hazër. Dhe më thonë kur s'kanë përjetu sanin e zorshme. Dhe më thonë hazër, çdo herë kur e ki të hazër, mami po ta bën këto, ose babi po ta ndresh këto, ti kur po si e detajet zhvillu. sanet e vogla, po. S'tu ka jep për mundësia, për shembull, ti mi mësu do sane që i vyn se cilit person për me pas një jetë Po. normale. Po, Fatkeqësisht që shtot, kemi hala persona ashtu, edhe me ta thënë drejtën më duket te shqiptarët në Suedi është edhe ma keq kjo. po, Edhe ma katastrofë. Edhe ma katastrofë. Edhe plus, shqiptarët të në Suedi, kur po do, oh my god, se hinën tim, se ku apo kalon. Ama edhe shqiptarët tu po thajnë, po lypin qatë shumë, unë po du grujen kështu, unë po du ato, hey, chill, come down to earth. Çka ki ti që gruja ka me dhonë ty nëse ti s'je në njëjtën nivel. Lutna. Po, zdi. Po vetë nuk kanë çka ofrojnë, ama kushtet sa i përket partneres i kanë kogja gjata, edhe atë nuk përfshihen veç kushtet e tënë personale që i kanë, po dhe kushtet e nanave tënë normal. Se këtu ma përpara, për shembull, e zgjedhin dikon që si pas qefit nanës, se sa si pas qefit vetë, tani i marrin qikat në qafë, i marrin vetën në qafë, i marrin fëmijët në qafë. Ja, po që ashtu Edhe do është. tani, oh my god, ku qa u bu. Po, që ashtu do është. Jo, këtë problem është më duket ma mërmenja shumë ma i madhë tek shqiptarët në Suedi. Ose që për shembull tek shqiptarët në Suedi ndodh që një femën e ka shtëpinë e vet, banesën e vet, djali shtëpinë ose banesën e vet, aty as që diskutohet në cilin qytet na kena me jetu. Automatikisht aty e marrin ata sikur normal që ti ke marrë të on, shiti krejt qa i ki, qa unë e marrë të teja. Po dhe. Nuk e marrin për shembull parasysh, okay, nashta jo qika ka pagën më të lartë, nashta e ka një punë që sipas gjeografisë veç në qatë vend për shembull mundet me pas, ajo me ndru qytetin, s'ka mundësi me vazhdu me profesionin e njëjtë. Po aty jo, krenaria nuk i lën, neguja nuk i lën normal, jo, ti duhet marrë të unë, s'ka lidhje. Ja. Ulëm në standardin e jetës, hajde ti. Po dhe. Hajde. Aj, jo. Po që aty me ty jam. Po ka, edhe kjo është një temë shumë e gjatë, mundemi me folë edhe në për episoda tjera, ama më mërë mena që qështë tash më herët, ku apo kalon, rëshiti, na kaloj një orë, edhe po thëmë që qështë tash, kena në fundjave, në tjetër episod, ndoshta Eminia është pushim, se ti e krym ma herët më duket se, ose a ka edhe disa... Jo, edhe 2 javë kom e punu, mandej ikëm. Mandej, oh yeah! Mandej ikëm. Eminia edhe 2 javë, unë ndoshta edhe 3-4 zdijet me mu, se unë ka njerë shkoj, ka njerë
kanë arri, ama ishte kënaqësi si gjithmonë me nda një orë me juve dhe faleminderit që po rini këtu bashkë me neve dhe po na ndëgjoni. Njemi javën tjetër. Për sonte natën e mirë. Sonte natën e mirë.